محبة والهنا وطني أتذكر من أنا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ndërshëm besimtar, falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Mëshira Allah qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët jeni besimtar, irka'u wasjudu, bëni ruku dhe bëni sejdë, waf'alul khair, edhe bëni begati, wa'budu rabbakum waf'alul khair, adhuroni Zotin e juve dhe bëni vepra të mira, la'allakum tuflihun, në këtë mënyrë dhe të shpëtoni. Komentatorët e Kur'anit në shpjegimin e këtij ajeti kanë thonë: thirrja që Allahu subhanahu wa taala ju drejtohet besimtarëve, ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët jeni besimtar, është nder për gjithë secilin musliman që Allahu subhanahu wa taala më të thirr o besimtar. Pastaj sa herë që i thret Allahu subhanahu wa taala besimtarët, i urdhnon me diçka ose i ndalon me diçka, për të cilën besimtar duhet me pas kujdes. Ja ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu. Në këtë ajet thot Allahu subhanahu wa taala: o ju besimtar, bëni ruku edhe bëni sejdë. Rukuja dhe sejdja janë pjesë të namazit. Rukuja është përkulja me durën e gjunjë, kurse sejdja është vendosja e durëve dhe fytyrës e ballit në tokë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pse ka përmendur Allahu subhanahu wa taala këto dy veprime në namaz? Për shkak se janë veprimet më kryesore. Janë ibadetet më kryesore, përkulja dhe ramja në sejdë. Dhe nuk lejohet përkulja për kërkon vetëm se për Allahun subhanahu wa taala. Sikur që nuk lejohet sejdja për kërkon vetëm se për Allahun subhanahu wa taala. Përkulja është lëvizje e uljes së trupit, e uljes së kokës dhe gjoksit për dikon. Ulja e kokës edhe gjoksit për besimtarët nuk bëhet për dikon tjetër vetëm se për Allahun subhanahu wa taala. Kurse sejdja është për ulje dhe më e lartë,
Nëse besimtari e vendos ballin e tij në tokë, që nuk e vendos për kërkën tjetër kur, vetëm se për Allahun subhanahu wa taala. Dhe kushdo që bën ruku për ulje për dikë tjetër, dhe sejdë për dikën tjetër përveç për Allahun subhanahu wa taala, është kafir. I dalën prej fesë së Allahu subhanahu wa taala. Rukuja dhe sejdja, si veprime, por edhe si gatishmëri, nëse bëhen për dikën tjetër përveç për Allahu subhanahu wa taala, e nxjerrin njeriu nga feja. Dhe në këtë shprehje duhet me pas kujdes, sigur që duhet me pas kujdes në lëvizje. Ka disa njerëz duke menduar me e respektuar dikën, thonë e respektojmë deri në përkulje. Kjo është dalje prej fesë së Allahu subhanahu wa taala. Disa tjerë, duke respektuar disa të tjerë, bëjnë lëvizje edhe nëse nuk e arrin nivelin e rukus, ajo përsëri llogaritet ruku. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala duke shpjeguar për popujt që kanë qenë para nesh, thotë wa qulna dkhulu al-baba sujada. Ne u kemi thonë atyre, pas mëkateve që ata i kishin bë, për me pranua Allahu subhanahu wa taala pendimin, thotë kemi thonë atyre, udkhulu al-baba sujada, hyni në dyert e qytetit duke qenë të përkullur. Komentatorët e Kur'anit, në shpjegimin e këtij ajeti, hyrja në dyert e qytetit për shkak se në popujt e mëhershëm qytetet ka qenë të rrethuar, sikur që tash një pjesë e muslimanëve i thurin oborret e tyre. Kanë qenë të rrethuara qytetet dhe ka pas vetëm hyrje të caktuara dhe dalje të caktuara në mënyrë që mos më bë zararin mrena. Kur kanë bë një popull gjuna, Allah subhanahu wa taala për me pranu gjunën, i ka urdhëruar që kur të vinë në qytet, me hyrje në qytet të përkullur. Komentatorët e Kur'anit ka thonë dyert e qytetit nuk kanë qenë të asaj mënyre sa që këta u këndosh me hyrë sejdë në qytet, se nuk hyet duke qenë sejdë nuk ka mundësi me lëviz. Por kanë pas për detyrë me u kryz, kanë pas për detyrë me u laku, për me hyrë në qytet si shenjë pendimi dhe në nështrimin ndaj Allahu subhanahu wa taala. Dhe kushdo që përkullet, duke e respektu, e madhru dikën tjetër, është vepër e rëndë, e cila nxjerr njeriu prej feje veç nëse ka qenë besimtar, se normal të veprime nuk i bojnë ata të cilët janë besimtar. Ja ju alladhina amanu rki'u wasjudu, o ju besimtar, bëni ruku dhe sejdë. Shkaku tjetër pse është përmend rukuja dhe sejdja në këtë ajet, kanë thonë komentatorët e Kur'anit për shkak se rukuja edhe sejdja janë veçori e namazit. Nuk ka asë një ibadet tjetër që i ka çdo dy veprime përveç namazit. S'ekziston ibadet, madhrim dhe Allah subhanahu wa taala që i ka këto dy lëvizje përveç se namazit. Ibn Qayyim Allah subhanahu wa taala pas më shërua, duke folur për saktësinë e namazit, ka thonë ka disa njerëz të cilët rukut e tyre dhe sejdët e tyre i bajnë shpejt, i bajnë pa kujdesur, dhe kjo është gabim. Ka thonë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Mirë për ata të cilët falen dhe ndaj namazit të tyre nuk janë të kujdesshëm. Mos kujdesja ndaj namazit, thot Ibn Qayyim, është me i bë sejdët dhe rukut shpejt e shpejt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë, duke sqaruar formën e namazit, i ka thonë sahabiut, pastaj, pas leximit të Kur'anit, shkon në ruku. Dhe shqetësohesh në ruku. Rri pak, se nuk je për mizjar, as nuk është të ikë dënjoja. 24 orë ka dita me natën, ja bën shejtani sikur në qatë ruku, një 4-5 sekonda, nëse vanohet kam i hub dënjoja. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Mirë për ata që të falen, por në rukut e tyre edhe në sejdët e tyre janë të pakujdesshëm. Rukut edhe sejdët i bën shpejt, edhe shqiptimet s'pan, thuaj ka dalë Allah subhana rabbiyal azim, po shoh pak, subhana rabbiyal azim, po
Po shoh pak, Subhana Rabbiyal Azim, edhe në sejdë Subhana Rabbiyal A'la. Ja ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Bëni ruku dhe sejdë dhe adhuroni Allahun e juve. Adhuroni Allahun e juve edhe me ibadete tjera, përveç namazit sikur që është zakati, agjerimi, haxhi dhe veprat e tjera. Ose në pjesën e parë, irka'u wasjudu, falni namaz duke i plotësuar rukut edhe sejdët mirë, wa'budu rabbakum, dhe adhuroni Allahun e juve me kushtet e tjera të Islamit përveç namazit, që janë agjerimi, zakati dhe haxhi, waf'alul khair, edhe veproni veprat të mira. Veproni veprat e mira jashtë atyre të cilat janë obligative, sikur se janë nafilet, sunetet e namazeve, sunetet në agjerim, shtesa mbi atë që është obliguar me dhënë zakat, dhe kryerja e haxheve e veprimeve umrave të tjera nëse ka njeriu mundësi materiale dhe fizike. Në pjesë e komentatorëve në fjalën e Allahut, waf'alul khaira, edhe veproni mirë, kanë thonë prej veprave të mira, është njeriu me bën luftë me veten e vet, pastaj me kundërshtuar të gjithë ata që sulmojnë fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me gjuhë, edhe me durë, edhe me gjitha mundësitë që Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë për me quajtur në vend atë që ka thënë Allahu dhe atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Waf'alul khair, veproni veprat mira. Veprat e mira janë të shumta, prej tyre agjerimin këtë muaj në të cilin jemi ne, agjerimin muajin Shaban, i cili është muaj që vjen para Ramazanit. Kushdo që agjeron këtë muaj, kemi përmend shpërblimet dhe begatit që i ka në hutbën e kaluar. Shfrytëzoni këtë muaj edhe për agjerim, edhe për namazet sunete, nëse gjatë vitit se njeriu është i krijuar i tillë që niveli i besimit, niveli i imanit nga njëherë zbret, nga njëherë ngritet më lart. Kur zbret imani, një prej shenjave të dobësimit të imanit është lënia e suneteve. Një prej shenjave të dobësimit të imanit është lënia e suneteve të namazit. Nëse kemi shkuar gjatë vitit të ra prej Ramazanit, edhe kemi nisë me i rradhue sunetet, kjo është muaj në të cilin kena mundësi me i rikthyje sunetet e namazit. Me i falë 2 rekate sunet para se me falë farzën e sabah, 2 ose 4 para se me falë farzën e drekës, 2 masi që ta falë me drekën ose 4 para e kindijës, edhe 2 masi jacijës. Nëse këto e mrin me plotësue agjerim sunet, nëse s'kemi agjerue prej Ramazanit deri tash, me shfrytzuar këtë muaj disa ditë të paktën me agjerue sunet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Wa'budu rabbakum, adhuroni Allahun e juve me të gjitha format e adhurimit të cilat Allahu i ka bërë të ligjshëm në librin e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. Waf'alul khair, dhe në përgjithësi punoni mirë. Waf'alul khair, në përgjithësi punoni atë me të cilën është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, se kështu keni më shpëtu. La'allakum tuflihun, në këtë mënyrë keni më shpëtu. Komentatorët e Kur'anit kanë thonë në këtë mënyrë keni më shpëtu prej zjarrit të xhenemit, edhe keni më hyrë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Në fillimin e surës Al-Baqara, Allahu subhanahu wa taala pasi që i ka përmend cilësitë e besimtarëve, alladhina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. A thonë në ata të cilët e besojnë në Allah, e besojnë gjithçka që është e lidhur me çështjet e imanit, e falin namazin e japin zakatin, ulaika ala hudan min rabbihim, ata janë të udhëzuar nga ana e Zotit të tyre, wa ulaika humul muflihun, dhe ata janë të shpëtuar. Të shpëtuar prej çka? Të shpëtuar prej zjarrit të xhenemit. Thot Allahu subhanahu wa taala në ajetin tjetër, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Kush do që shpëton prej zjarrit të xhenemit edhe hyn në xhenet, nëse nuk ka vend të tretë,
Njeriu në botën tjetër, ose ka me qenë në xhehenem, ose ka me qenë në xhennet. Nuk ka mundësi me qenë dikun tjetër. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة kush shpëton prej zjarrit të xhenemit edhe hyn në xhennet faqad faz, ky ka fituar. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Jeta kësaj bote thot Allah subhanahu wa taala është një përjetim i shkurt. Jeta kësaj bote është një përjetim i shkurt. Nuk duhet për shkak të një përjetimi të shkurt me humb përjetimin e përhershëm ditën e Kiametit. Irka'u wasjudu, pra bëni ruku dhe sejdë, falni namazet me rregull, ka dalë ashtu që ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa'budu rabbakum, adhurojmë Zotin ton, wa falul khair, e të bëjmë vepra të mira, la'allakum tuflihun, këtë mënyrë kemi me shpëtu. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që ta bëjë të dashur në zemrat tona namazin, agjërimin, e zakatin e haxhin për ata që kanë mundësi. E lutim Allah subhanahu wa taala që të na mundsojë nëpërmjet jetës së shkurtë të kësaj bote ta fitojmë xhenetin e përhershëm në botën tjetër. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.